Babe Birë kanë përfunduar në prangat e policisë së Lushnjës në kuadër të operacionit koduar Fokusi. Shkëlqim Hajdari, 56 vjeç, dhe djali i tij Hasan Hajdari, 24 vjeç, banues në fshatin Hajdaraj, dyshohet se posedonin armë, zjarri dhe lëndë narkotike. Operacioni nisi pas ndalimit të 24 vjeçarit nga shërbimet e patrullës së policisë në qytetin e Lushnjës. Gjatë kontrollit fizik, atij u gjetën doza të lëndës së dyshuar narkotike kokainë. Pas arrestimit të riut, uniformat blu vijuan kontrollet në banesën e familjes Hajdari. Gjatë kontrollit, në banesë u gjet një armë zjarri Kalashnikov, së bashku me një krerë me municion luftarak, që dyshohet se mbaj nga 56 vjeçari. Policia sekuestroi në cilësinë e provës materiale Kalashnikovin, municionin, sasinë e dyshuar të kokainës dhe automjetin me të cilin lëvizte 24 vjeçari. Operacioni Fokusi u zhvillua në kuadër të kontrolleve të shtuara për evidentimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale që lidhen me armbajtjen pa leje dhe shpërndarjen e lëndëve narkotike.